Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Para se të filloj me videon, nëse nuk e ke shtypur akoma butonin e kuq që thot subscribe, ndaloj videon dhe bëj tani që të shikosh sa herë që unë do hedh video të re në kanalin tim. Sot vendosa të bëj një video me teknikat e sakta hapasapi që duhet përdorur për të bërë një manikyur të thjeshtë në shtëpi, i cili do ju zgjas mbi një javë. Do ju tregoj gjithashtu si të bëni trajtim të saktë të thonjve para se t'i lyeni dhe do ndaj me ju produktet që duhet të keni për të realizuar këtë manikyur kaq perfekt. Mund të gjeni gjithashtu video në anglisht me basic manicure në kanalin tim, aty u shpjegoj anglisht procedurat dhe produktet. Dhe le të fillojmë me produktet që duhet të keni për të lyer thonjt. Këto produkte nga momenti që i blini do ju zgjasin për një kohë të gjatë, po t'i përdorni ashtu siç duhet dhe t'i mirëmbani. Dhe fillojmë me produktet e para, të cilat janë ngjyrat që marrin për thonjt. Ato variojnë në çmim dhe ajo varet nga kompania që keni zgjedhur t'i blini, duke filluar nga 1 deri 10 euro ngjyrat për thonjt. Produkti i dytë që ju nevojitet është baza për thonjt ose ndryshe base coat. Produkti i tretë është top coat ose ndryshe mbarimi i manikyrit që vendoset në fund kur keni aplikuar ngjyrën. Dhe normalisht produkti i fundit është cuticle oil ose vaj për lëkurën e thonjve. Bashkë me këto produkte, ju duhet dhe një lim me 2 ana të ndryshme, njëra më e fortë dhe tjetra më e butë. Një nail buffer ose ndryshe buffer për thonjt, një shtytës e cuticulave ose cuticle pusher, një brush ose një furç, një heqës i cuticulave ose cuticle trimmer, disa pambuqe për të hequr ngjyrat e padëshiruara, një pastrues thonjsh ose nail polish dhe një krem për duar. Dhe jemi gati të fillojmë. Thonjet e mi për momentin janë këto. Dhe gjëja e parë që do bëj, mbasi i kam larë duart dhe mishi rreth e rrotull thonjt ose ndryshe cuticulat ose cuticles janë zbutur, do vendos një krem që t'i zbus akoma më shumë. Pastaj do marr këtë cuticle pusher që të shty cuticulët, domethënë lëkurën e ngelur të thonjve mbrapa dhe të pastroj thorin nga çdo lëkurë e ngelur, që më parandalon rritjen e thorit. Dhe do ta përgatis për hapin e tretë, i cili nuk është tjetër përveç se cuticle trimmer ose ndryshe heqjes e i cuticulave. Këto hapa janë shumë të rëndësishme para se të fillojmë t'i lyejmë thonjt, sepse kujdesemi për to duke i trajtuar ato në një mënyrë që thori të rritet i shëndetshëm dhe me aplikimet që ne do bëjmë dhe me radhën e produkteve, thori nuk do na zverdhet, por do vazhdoj të jetë i shëndetshëm dhe i mirëmbajtur.
Dhe tani do marr cuticle trimmer ose heqës i cuticulave dhe do heq mishin që kam shtyr për poshtë, që të vazhdoj të më rritet thori i shëndetshëm siç tham më parë. Ky cuticle trimmer është produkti im i preferuar dhe ua sugjeroj të gjitha femrave që janë profesioniste për thonjt. Ky produkt heq shpejt lëkurën, le të themi, e padëshiruar ose cuticles, është shumë i sigurt dhe mund të përdoret lehtë pas edhe një problem sepse menaxhohet kollaj. Megjithshka, ky cuticle trimmer ose heqës i cuticulave është i sigurt sepse nuk mund t'ju presi lëkurën kaq kollaj, vetëm nëse e bëni me pakujdesi dhe me forcë të madhe. Në përgjithësi, ky produkt duhet të jetë numri 1 në valixhen tuaj të mirëmbajtjes së thonjve. Pastaj do marr nail buffer dhe do filloj të heq ndriçimin e thorit sadopak. Nail buffers përdoren për të hequr ndriçimin e thorit ose ndryshe le të themi lyrën, për arsye se kur të përdorim produktet e tjera duam që të na ngjisin njëra mbi tjetrën dhe të ketë një rezultat të jashtëzakonshëm dhe të na zgjasë manikyuri me javë apo pse jo edhe me muaj. Në qoftë se shikoni që ju ka ngelur lëkurë e thatë dhe shumë e fortë që nuk hiqet me buffer, merrni limën dhe filloni të hiqni me lëvizjet e lehta dhe më pas bjerini edhe një herë tjetër me buffer që ta shtroni sipërfaqen e thorit. Më vonë, merrni një pambuk, hidhni pak nail polish dhe filloni lani çdo sipërfaqe të thorit që të hiqni çdo papastërti që ka thori mbi sipërfaqen e tij. Kjo gjë do ju ndihmojë që të shikoni pastër punën që keni bërë dhe çfarë ka ngelur pas që ta korrigjoni. Hapi tjetër është që të merrni limën dhe të filloni të krijoni formën që ju dëshironi tek thonjët tuaj. Dhe ndërkohë që unë krijoj formën time të dëshiruar, le të themi për thorin tim, zgjedh që ta bëj me anën e dytë të limës, e cila është ana më e butë. Dhe ky është rezultati i trajtimit që i bëra thonjve të mi, dhe tani erdhi ora dhe momenti për të aplikuar ngjyrat. Produkti i parë që do përdor është base coat ose ndryshe baza për thonjt. Tani, kush është arsyeja që përdorim base coat ose bazë për thorin? Arsyeja është sepse base coat përdoret që të siguroj, le të themi, ose që të mbroj thorin nga ngjyrat që do t'i shtojmë më vonë. Nëse aplikoni ngjyrën direkt tek thori, do vini re që thori do ju bëhet i verdh kur të hiqni, le të themi, ngjyrën dhe do t'u aprishi, le të themi, pH-n dhe thorin. Dhe tani hapi i dytë është që të aplikoj ngjyrën për thonjt. Siç e shikoni, kam zgjedhur ngjyrën pink ose roz.
Pra, para vendosim base coat dhe pastaj vendosim ngjyrën pëthonjë. Gjë që gjitha gratë e bëjnë gabim, mamat tona ose kushërirat tona ose çdo femër që ndodhet atje jashtë paktën vitet e kaluara, ç'a bënin, vinin në supermarket, merrnin një ngjyrë dhe mënyrën thonjtë. Pra kjo gjë dëmton shumë thorin dhe normalisht kur ti e heq me aceton ose le të themi me nail polish ngjyrën, ngelet ajo e verdha në thoj që nuk është fare e mirë dhe normalisht e bën thorin të thyet edhe me kollaj. Dhe në qoftë se i keni vënë në re kur blini vetëm ngjyrën për thonjë, në qoftë se i keni aplikuar, ju është dashur që ta riaplikoni përsëri dhe ta hiqni dhe ta riaplikoni dhe përsërit në njëjtën procedurë, sepse nuk ju mban shumë ditë apo le të themi nuk ju zgjat as edhe një ditë ky lloj manikyuri. Dhe këtu kemi le të themi rezultatin një hap para fundit, sepse normalisht kemi edhe një produkt akoma që të kyçim ngjyrën. Shikoni sa bukur duket thori, sikur kemi vajtur te profesionisti dhe normalisht sikur e kemi bërë me xhel apo jo. Shikoni çfarë lloj ndriçimi dhe sa bukur duket thori. Dhe normalisht ky lloj me këtë lloj procedure thonjë do t'u zgjasin mbi një javë gjys, 2 javë të sigurt. Dhe tani me aplikimin e fundit e cila është top coat, ne e kyçim ngjyrën dhe ngjyra ri në vend dhe nuk na hiqet apo le të themi nuk na lëviz dhe normalisht me mbylljen e manikyrit ajo manikyri na zgjat më shumë se një javë, siç thash një javë gjys, 2 javë. Dhe tani për ta përfunduar manikyrin do përdorim një cuticle oil ose ndryshe vaj për cuticulat. Kjo ndihmon shumë për të zbutur lëkurën e ngelur e irrituar, pasi neve kemi bërë përgatitjen e lëkurës siç pam më parë, hap pas hapi, dhe kjo do ndihmojë që të qetësohet lëkura dhe çdo gjë të vejë në vend. Dhe mos harroni që cuticle oil është një hap që nuk duhet të kaluar, sepse vaj i cuticulave është një vaj i cili përdoret për të hidratuar, le të themi, lëkurën e thonjve. Dhe ky është përfundimi i këtij basic manicure, një manikyur i thjesht por në të njëjtën kohë shumë i bukur, siç e shikoni. Rezultati ka dal i shkëlqyer. Si mendoni ju? Më shkruani poshtë te komentet, ju ka pëlqyer ky video? Do doni të mësoni më shumë informacione për sa i përket lyerjes së thonjve ose pse jo me tipsa ose çfarë do lloj mënyre tjetër që përdoret atje jashtë? Çfarë mendoni për këtë rezultat të bukur? Mua më ka pëlqyer shumë. Dhe u sugjeroj ta bëni dhe ju, u sugjeroj të shikoni video nga e para dhe të aplikoni produktet hap pas hapi, sepse janë shumë të rëndësishme mënyra se si aplikojmë produktet dhe arsyeja pse i aplikojmë. Shpresoj t'u kem dhënë shumë informacione për sa i përket lyerjes e thonjve ose më saktë lyerjes korrekt të thonjve. Këto produktet janë të domosdoshme, secila prej jush duhet i ketë në shtëpinë e saj. Dhe diku këtu erdhi fundi i këtij video. Shpresoj ky video me hap pas hapi steps, le të themi për basic manicure t'ju ketë pëlqyer. Nëse ka pëlqyer do doja shumë t'i bëni një like, subscribe dhe comment videos, pse jo dhe share me të gjithë ata që do dëshironi ta shikonin këtë video ose edhe me të gjithë ata që do donin të mësonin disa informacione për sa i përket aplikimit korrekt i lyerjes së thonjve, të thjesht normal. Dhe kaq. Shpresoj të ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe dhe comment dhe ne shihemi në videon e radhës.